Jap se boja e flokëve po ju del shpejt. 3 gabimet që bën çdo femër kur i lyen flokët. Flokët e lyer, ndryshe nga flokët natyral, kërkojnë më shumë kujdes dhe trajtim, sepse pas lyerjes nuk janë më në gjendjen e mëparshme. Bëhen më të ashpër, këputen më lehtë dhe humbasin shkëlqimin e dikurshëm. Megjithatë, ju mund të përdorni situatat dhe t'i mbani nën kontroll duke shmangur këto gabime. Si fillim, mos i lyeni tek një njeri jo profesionist. Flokët ashpërsohen sidomos në rastet kur nuk i lyeni te një profesionist, madje mund të pësojnë dëme të mëdha, deri në djegje ose këputje. Zakonisht pjesa më e madhe e femrave nuk gjen rehat me flokët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ndryshojnë vazhdimisht parukyer, duke harruar se kjo gjë është me të vërtetë e dëmshme për shëndetin e flokëve, por edhe për shkak të ndryshimit të bojës. Mos përdorni bojën e lirë. Këtu mbi të gjitha duhet të bëni kujdes me bojën që zgjidhni për flokun tuaj. Asnjëherë mos u joshni nga çmimet e lira, por as edhe nga ambalazhi. Je kujdesshme për të zgjedhur bojën nga firma të miratuara nga tregu profesionist. E mira është të jetë bojë bimore sepse pas lyerjes flokët janë të shëndetshëm, por eliminon edhe rastet e alergjive. Mos ndryshoni ngjyrën vazhdimisht. Dëmi më i madh që mund t'i bëni flokut tuaj janë gjithashtu flokët ekstrem të lyer nga një bojë në tjetrën, nga ngjyra e kuqe në të zezë ose nga bjonde në zeshkane. Në këto raste, flokët dhe skalpi mund të pësojnë dëme të pariparueshme. Flokët e shëndetshëm janë më tërheqës se sa ngjyra moderne me flokë të dëmtuar. Lyerja e shpeshtë e flokëve nuk është aq problematike sa janë ndryshimet e shpeshta të ngjyrave, ndaj tregoni kujdes në këto raste. Në shumë raste, femrat realizojnë ngjyrosje në kushte shtëpie duke mos ju drejtuar qendrave të specializuara për këtë proces. E nëse flokët tuaj nuk ju besoni dot as parukierit për shumë arsye, atëherë duhet të tregoni kujdes gjatë realizimit të kësaj pune në shtëpi. Me blerjen e bojrave, ju mund të arrini pa problem rezultate profesionale dhe të kurseni kohë dhe para, por kjo nuk do të thotë se kësaj detyre nuk duhet t'i qaseni seriozisht. Këto janë gabimet më të zakonshme, të cilat femrat i bëjnë kur lyen flokët për ngjyrat e tyre. Duhet të tregoni vëmendje ndaj këtyre gabimeve dhe t'i evitoni ato. E përhapni ngjyrën gabimisht. Përveç se nëse bëhet fjala për ngjyrosjen e parë të flokëve, ju nuk mundeni që thjesht vetëm ta shpërndani ngjyrën si të dëshironi. Madje edhe aplikimi i një trajçmi ngjyrës është një veprim i gabuar sepse në flokë që nuk janë të trajtuar me ngjyrë që nga rrënja, ngjyra do të qëndrojë më gjatë. Së pari aplikojeni ngjyrën në pjesën më afër majës së kokës, prisni 10 minuta, pastaj aplikoni në të gjithë flokun. Nëse gjithmonë ngjyrosni flokën me të njëjtën ngjyrë, mund të ndryshoni vetëm rrënjën. Nuanca e gabuar do të sjellë rezultate katastrofike. Kjo është veçanërisht e vërtetë për vajzat bjonde dhe ato që duan flokët e kuqe. Nuk ka rëndësi që mund të ndryshoni ngjyrën tuaj se si të doni. Nëse doni rezultate më të mira dhe floki jo të gjelbër ose ngjyrë të verdhë të vezës, pra ngjyrosja në shtëpi duhet të jetë gjithmonë e konsultuar më parë me parukieren dhe gjithashtu të evitoni gabimet. Ngjyrosja në shpejtësi. Mos thoni që vërtet nuk mund t'i ndani 50 minuta për t'i ngjyrosur flokun tuaj si duhet. Femrat shpesh e lënë ngjyrosjen në shtëpi për momentin e fundit, gjë që sigurisht çon në rezultate të dobta. Nëse nuk keni kohë të ngjyrosni flokun si duhet, atëherë atë ditë mos e ngjyrosni fare. I harroni fytyrën dhe qafën. Të gjitha femrat që ngjyrosin flokët e tyre me ngjyrë kafe ose të zezë me siguri të paktën disa herë janë ballafaquar me këtë problem. Ngjyra ka dalë mirë, por njollat në vesh, qafë ose në ball nuk hiqen më për ditë të tëra. Për të shmangur këtë, kurse mos harroni të lyeni lëkurën përgjatë skajeve të flokut me ndonjë krem ose me produkte të tjera siç është edhe vazelina për ta patur më të lehtë gjithashtu edhe largimin e bojës nga lëkura. Mënyra më e mirë për të nisur vitin përveç përzgjedhjes së rrobave, atëherë mund të bëni edhe ndryshime në lukun tuaj. Sigurisht që ndryshimet duhet të nisin nga flokët, më konkretisht nga ngjyra e tyre.
Nëse jeni të lodhur duke shkuar çdo javë te parukieria, por mbi të gjitha, duke aplikuar në kokën tuaj kimikate aktive si amoniaku dhe jo vetëm, ju propozojmë një lyerje të flokut në shtëpi me përbërës natyral. Këta përbërës, përveç se do të ngjyrosin natyralisht flokun tuaj, e forcojnë duke ushqyer me vitamina, minerale dhe fibra që sigurojnë hidratimin e vazhdueshëm të skalpit. Në këtë video do të gjeni disa receta për secilën ngjyrë, të cilën mund ta aplikoni në flokun tuaj. Lyeni flokët me sherebel dhe rozmarin. Në një enë me ujë thuajse 200 ml që ka vluar më parë, shtoni 4 lugë gjedhe me sherebel të thatë dhe 4 lugë gjedhe rozmarin të njomë. I lini të zjenë për 5 minuta të tjera në zjarr të lartë dhe më pas lëreni masën të pushojë për 1 orë. Pasi ta keni filtruar, do të vini re që masa është e trashur dhe duhet ta shtoni në një shishe në formë sprayi. Nëse doni që ngjyra të jetë më e fortë, mund të shtoni çaj të zi. Spruconi bojën natyrale në të gjithë gjatësinë e flokut dhe lini të thahet. Në fund e lani kokën me ujë të vakët. Kjo do të jetë një mënyrë shumë e mirë për ta mbajtur flokun tuaj kaf. Për flokët të zinj, ose me nuanca të errta, këshillohet që të përgatisni një maskë me përmbajtje kafeje dhe zbutës flokësh. Mbajtja e kafes është një ndër ngjyrat më të mira për flokun e errët, të cilat variojnë nga të zezat nuancat e kafes së errët. Në një enë shtoni 10 lugë çaji me mbetje kafeje dhe 3 lugë gjedhe me zbutës flokësh. Bëheni 2 herë ose 3 herë kafen të fortë dhe futini në frigorifer. Tek pjesa e ngrirjes, bashkoheni më pas zbutësin e flokëve dhe i përzjeni derisa të bëhet e lëngshme. Lyeni flokët me të, theksojnë që flokët duhet jenë të thatë dhe të lyer që të veprojnë mbi 1 orë dhe në fund i lani flokun si zakonisht. Lyeni flokët me kamomil, mjaltë dhe limon. Flokët bjond janë shumë të bukur për t'u parë, por jo edhe aq për t'u mirëmbajtur. Lyerja e tyre është jo gjithmonë e lehtë, për këtë arsye ju njohim me një recetë interesante. Në një enë shtoni 4 lugë gjedhe me lule kamomili dhe lini të zjenë për të paktën gjysmë ore. Më pas, pasi masa të jetë ftohur, kulloni, shtoni 3 lugë gjedhe mjaltë dhe 1 filxhan çaji me lëng limoni. Krihni flokët dhe me ndihmën e një furçeje lyeni flokun. Mbështjellni kokën me një qese ose peshqir dhe mbani ashtu për 1 orë e gjysmë. Lajini në fund flokun tuaj me ujë të vakët. Kështu do të arrini të keni rezultatet e duhura për të rikthyer gjithashtu ngjyrën natyrale të tyre. Boja ka filluar të dalë, thonjë të porriten, qimet gjithashtu. Gjithashtu është e rëndësishme që të bëni edhe flokun tuaj të duket më i bukur. Hapi i parë, mos i lani flokët 2 ditë para se t'i lyeni. Skalpi duhet jetë i ndyrshëm sepse vetëm kështu vepron si një barrierë kundër irritimeve të mundshme. Hapi i dytë, bëni një test të vogël duke i lyer vetëm pjesën e flokut. Kjo do ju kursejë kohë dhe gjithashtu do ju bëjë që të shikoni ndryshime në teksturë. Sa më hollë floku, aq më shpejt do të bindet ngjyra e re. Hapi i tretë, lexoni dhe rilexoni këshillat që shkruan kutia e bojës. Hapi i katërt, filloni të lyeni rreth 2 cm lart skalpit dhe pastaj kaloni në fundet e flokut. Pasi të ketë mbaruar me to, ktheuni te rrënja. Kështu do ta keni bojën që të qëndrojë më shumë në flokun tuaj dhe mbi të gjitha të jetë floku edhe më i shëndetshëm. Sipas shkencëtarëve, bojrat e flokëve janë plot me kimikate të lidhura me dëmet e shëndetit. Më konkretisht, 87 nga 100 femra që lyen flokun rregullisht mund të vuajnë nga problemet e gjirit. Alternativa natyrale mund të mos jetë e njëjtë me rezultatin për sa i përket qëndrueshmërisë, por ato patjetër që do ta bëjnë flokun tuaj më të fortë dhe më të shëndetshëm. Sipas Institutit Kombëtar të Sëmundjeve, bojrat konvencionale të flokut përmbajnë më shumë se 5000 kimikate dhe shumica e tyre janë të dëmshme. Kafeja nga ana tjetër është jashtëzakonisht e dobishme për flokun tuaj. Mund të japë rezultate të dëshiruara dhe gjithashtu mund të stimulojë rritjen e flokut, gjë që është konfirmuar edhe nga një studim i botuar në International Journal of Dermatology në janar të vitit 2007. Pra, nëse doni flokun ta keni më të errët, përdorni llumin e kafes për aplikimin e saj për ta mbajtur më të shëndetshëm dhe për të evituar kështu gabimet. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.